Adrian Pajaziti është mes atyre futbollistëve nga të cilët pritet shumë në të ardhmen. Adriani ka cilësi të shkëlqyera dhe statistikat e tij me moshat e kombëtarës tonë janë të frikshme. 22 vjeçari ka arritur të shënojë 8 gola në 13 ndeshje me Shqipërinë U21 dhe këtu duhet të përmendim faktin se është vetëm mesfushor. Ndërkohë Pajaziti ka debutuar edhe me Shqipërinë A në ndeshjet e marsit, ku luajti për 13 minuta kundër Anglisë dhe 16 minuta kundër Andorrës. Në të dyja rastet, Pajaziti zvendçoi Kazim Laçin. Roli i tij është ai i mesfushorit të avancuar dhe të Shqipëria mund të përdoret pikërisht në vendin e Laçit në skemën aktuale, pasi Kazimi është mesfushori që i lejohet më shumë për t'u afruar në zonën kundërshtare. Pajaziti ka shënuar 2 gola radhazi në 2 ndeshjet e fundit të luajtura në Kroaci. Në ndeshjen e fundit, Pajaziti i dha fitoren Goricës kundër Osijekut në shifrat 0-1, ndërkohë sot Pajaziti i dha fitoren Goricës në ndeshjet kundër Dinamo Zagrebit në shifrat 1-0. Pasi januati bukur pasimi në shokut të ekipit, Pajaziti nuk e ndjeu fare presionin dhe gjeti rjetën duke goditur gjigantët e Kroacisë. Kështu Adriani arriti që të shpëtojë ekipin e tij në rënien nga elita e Kroacisë, por ne duhet të theksojmë faktin se kartoni i 22 vjeçarit zotërohet nga Fulami në Angli. Madje shqiptari bëri edhe disa misore përgatitore me Fulamin në këtë sezon. Më pas ai kaloi te Gorica për të marrë më shumë minuta dhe kjo rezultoi lëvizje e dur, pasi Adriani ka qenë gjithmonë titullar. Në kohët e fundit ai vuajti edhe një dëmtim që e la jashtë për 8 ndeshje, por më pas u kthye për të debutuar me Shqipërinë dhe njëkohësisht për të shënuar gola me peshë të madhe në Kroaci. Në 2 debutimet e tij me Shqipërinë, Pajaziti ka treguar cilësi fantastike në zotërimin e topit, duke qenë një klasë tjetër. Nuk do të ishte çudi që kundër Serbisë, Silvinjo të provonte diçka ndryshe me Adrian Pajazitin ose Julian Sheun, pasi të dy po shkëlqejnë në klubet e tyre. Kështu Pajaziti ka dhënë 6 pikë Goricës në 2 ndeshjet e fundit dhe tani diferenca me vendin e fundit që të rrezon nga elita është 7 pikë, një pozitë ku Gorica mund ta quajë veten të shpëtuar dhe kjo fal shqiptarit.